Përgjatë vijës bregdetare të Vlorës, kullat e mbrojtimit janë bosh. Mungesa e mbrojtuesve të plazhit, përveç se përbëjnë një shkelje të detyrimeve ligjore, rrit ndjeshëm pasigurim për mira pushues ventas dhe të huaj që zgjedhin këtë qytet për të kaluar pushime. Bashkia e Vlorës nuk ka garantuar praninë e mbrojtuesve në hapësirat publike, edhe pse kjo është një detyrë e përcaktuar qartë në kuadër ligjor. Por shqetësimi nuk ndalet këtu, dhe shumica e subjekteve private nuk kanë të punësuar mbrojtues, duke lënë sigurinë e pushuesve në mëshirë të fatë. Në vitet e fundit plazhet publike kanë qenë në mirë bestim të mbrojtuesve të punësuar nga privatët, por këtë sezon situata paraqitet edhe më alarmante. Mungesa e tyre është evidentuar në të gjithë segmentet e Bregdetit, duke shtuar rrezikun për incidente në det, veçanërisht në ditët me fluks të lartë dhe në zonat me thellësi të papritur. Po, roja ka patur. Nuk e di ku janë. Unë kam parë për vete. Nuk e di, është rasti juaj, këtu ka patur për dita rojet bregdetare. Se këtu popull është vinë me fëmijë, vinë me këtu, ju mbas edhe vëmendje, po të ketë një drejtues nuk ka. Duhet të ketë një mbrojtues. Disa dojnot, duhet të ketë në shtet. Këtu janë më shumë private janë, po duhet të ketë në shtet një ashtu se ikin jetë njeriu, nuk ikën një kullat janë bosh, po ç'i duam ne kullat bosh, ne duam njerëz që të interesojnë për njerëz. Duhet sa më parë. Se na shtit do shtoj edhe populli këtu. Dije po, sot jo, deri tani. Sa dhe unë përmirësim ka shumë, nga këto vite që ka qenë plazh publik, s'ka qenë asnjëherë këtu. Lexoj këtu, şu tabela, plazh publik. Nuk ka patur asnjëherë. Po vëzhguesët tash mirë është të jenë për arsyen që po të ketë ndonjë siklet, ndonjëri në një hall kështu, njoftohen me një organit kompetente dhe vinë bëhet. Mirë është që të jenë. Aktualisht tash unë sot s'kam parë. Po pardje një italian. Ja mu këtu. Isha unë. I dhash ndihmën e parë, ja dham ne ndihmën e parë. Aqe pati të shkruajtë. Ja dham ndihmën. Po ambulanca tash herdi, nuk është se shumë, po erdhi. Unë njoftua dhe erdhëm. 40 minuta. Punët e restoranti jem. Për të tjera nuk di çfarë të them. Jo, për veten tuaj, si është puna si vëzhgues? Është e vështirë? Pakës e vështirë në momentin që ka studi, kohë të keqja dhe ka shumë njerëz, sidomos të moshoj dhe fëmijët e vegjël. Sa të rritë ose adoleshentët janë në gjendje që të janë të sigurt të sigurojnë veten e tyre, por për të moshorit dhe për fëmijët është tjetër gjë. Po kam kryer një kurs 2 mujor. Po e para duhet të jeti specializuar në mënyrë që të shpëton njerëz, sepse nuk mund të futet dikush pa përvojë, pa ndonjë gjë, të rrezikojë edhe veten e vet, duhet që të ketë kryer një kurs, ndërsa një person çfarë do lloj, mjafton që të ketë kryer kursin. Qytetarët dhe pushuesit i bëjnë thirrje institucioneve për ndërhyrje të menjëhershme, duke kërkuar që siguria në plazhe të mos mbetet në arrest, ndërsa sezoni turistik është në kulm.